me kuptu për shembull kur një macë është e lumtur? Po. Qysh e kupton për shembull kur një macë është e lumtur? Pse se me vesh e ndëgjoj qoftë e lumtur. Qysh e dëgjon me vesh që është e lumtur? Se bën të miau edhe Ato me ti. zërin që e lëshon maca kur është e lumtur ti e kupton, a? Po. E për zëri e bën maca kur është e mërzitur për shembull. Ti duhesh me di. Pse atëherë nuk shkojnë në shkollë macat? Se janë të lodhna dhe kanë pushim. Kanë pushim? Po. E me mësu? Me mësu nuk kanë qef. Nuk kanë qef me mësu. Jo. Pse? Pse ato janë macat s'din. E pse nuk din macat? Se macat janë të vogla. Po dhe Ato s'munën me kap. Shka me kap s'mujnë? Me lapsin me shkru. Nuk mujnë me kap lapsin me shkru. Po. Pse mendon që që inteligjente është maca? Mundet nejkësh me marrë macën në shkollë të me mësu e macën. Bashkë me macën. Çfarë lutje mujnë një macat lutje Nëse zotit? ka qif familje, nëse i hup familja vet edhe ka qif mi ardh, i thot lutjet edhe i thot ja ba që mi ardh prind. Mi ardh prindrit e saj. Po. Edhe pejgamberi alayhis salam i ka dashur shumë macet edhe ka pas një macë në shtëpi. E çfarë ngjyre ka pot? Nuk e di. Nuk Nafta ka pot portokall. nashta portokall. E ty me çfarë ngjyre të pëlqen me pas macën? Për hint. Për him. Po. E pse? Se motat për him, disa motat për him ta nuk tuten. Çka mendon për ata që i trajtojnë keq macet? I kapin edhe i shtrydhin. Shumë keq ashtu. E lëndojnë macën shumë.